Një video virale me pamje të rënda që po qarkullon në rrjetet sociale ku një vajzë e mitur shfaqet duke u dhunuar fizikisht nga dy bashkëmoshatare të tjera, ndërsa një e mitur filmonte gjithë skenën pa ndërhyrë, ka tronditur mbar opinionin publik. Pamje tregojnë se viktima goditet në mënyrë të përsëritur me shuplaka dhe grushte dhe tërhiqet zvarr prej flokësh me një gjak ftohtësi dhe pandjeshmëri të frikshme. Ngjarja është raportuar në policinë e Fierit, ku menjëherë pas kallëzimit të 17 vjeçare së dëmtuar në datën 8 qershor, janë kryer veprimet hetimore dhe procedurale për këtë rast, ndërsa në datën 9/6/2026 janë nisur materiale në prokurori ku ka nisur procedimi për veprën penale, dëmtime të tjera me dashje për 3 shtetaset e përfshira në këtë rast. Dy vajzat që ushtrojnë dhunë ndaj të dëmtuarës, 19 vjeçaria LL e datëlindjes 1/7/2006 dhe MR e datëlindjes 9/5/2011, lindur dhe banues në fshatin Byet, njësia administrative Portës, vojnë nga çrregullime të shëndetit mendor, ndërsa kjo e fundit është arrestuar për dhunë në familje në datën 29/6/2026 dhe është dënuar nga gjykata me mjekim të detyruar. Rasti i Fierit fatkeqësisht i përsëritur duhet të shërbejë si një këmbane alarmi për trinomi familje, shkollë, institucione për të parandaluar ngjarje të tilla tronditse. Paraditën e sotme, kreu i drejtorisë vendore të policisë Fier Erion Ahmetaj është parë për më shumë se një orë në ambientet e prokurorisë, ku sipas burimeve konfidenciale mësohet se fokusi i takimit me kryeprokurorin Elion Mustafaj ka qenë pikërisht zbardhja plotë e rrethanave të kësaj ngjarjeje dhe përcaktimi i përgjegjësive ligjore.